Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 4 nëntor 2025. Jemi në ditën e Marsit. Do të kemi një trysni vërtet shumë të lartë, të cilat do të sfidojnë në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet tona. Mund të reagojmë në mënyrë vërtet shumë impulsive, do të kemi edhe tendencën që gjithçka ta egzagjerojmë dhe si rrethojmë, mosmarrveshjet mund të agravojnë vërtet shumë shpejt. Ora 12:21 deri në orën 17:16, hëna do të jetë në zbrazetin. Mungesa e përqendrimit dhe agresionit do të vazhdojë deri në orën 17:16. Gjatë këtyre orëve do të këshillohet që të qëndrojmë brenda rutinës dhe të mos marrim risque të panevojshme. Mundësisht të gjitha diskutimet që janë të domosdoshme të shtyjmë përpas kësaj ore. Kësaj dite duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm në çdo harxhim që bëjmë, sepse në qoftë se e tejkalojmë buxhetin ton, kjo do të shkaktojë edhe grindje brenda familjeve, po ashtu edhe probleme në vendet tona të punës. Mund të kemi një ton më imponues gjatë kësaj ditës, sidomos ndaj personave të zemrës. Prandaj dhe marrëdhëniet në çift do të jenë shumë të sfiduara. Në orën 14:01 Marsi do të kaloj tek shenja e radhës, që është ajo e Shëgjetarit. Për këtë arsye, do të kemi një zbutje të dukshme të tensionit. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj dite mund të kemi probleme të rëndësishme në lidhje me teknologjinë. Këto probleme do të përfshin ato të mjeteve të komunikimit në rrjetet sociale. Në një shkallë pak më të lartë mund të kemi edhe sulme të ndryshme, të cilat mund të arrijnë deri në vjedhje identiteti. Prandaj dhe gjatë kësaj dite do të këshilloj që të jemi vërtet shumë të vëmendshëm me çdo link që prekim apo me çdo profil të cilin nuk e njohim. Telefonatat apo mesazhet nga numrat të cilët nuk i njohim do të këshilloj që të qëndrojmë larg. Mbas dite tashmë do të kemi një tolerancë pak më të lartë dhe kjo do të zbusë në mënyrë të dukshme të gjitha problemet që përjetuam gjatë ditës. Gjithsesi do të këshilloj që të mos e lëm pas dore mirëkuptimin, duke qenë se do të jetë aleati jon i vetëm gjatë gjithë kësaj dite. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.